Turqia, Egjipti, Emiratet e Bashkuara, Katari, Bahreini, Iraku, Jordania, Arabia Saudite bashkë edhe me 22 shtete tjera janë pajtuar në muajin tetor të vitit kaluar që Hamasi duhet me u zhduk si forcë e armatosur. Kurse një numër jo bash i vogël i ekstremistëve shqiptar i antur kryeministrit Shqipërisë Edi Rama që kërkoi njëjtën gjë në fjalimin e tij në Kneset, sepse sipas tyne Rama i ka injoru krimet e Izraelit. Nuk është i vogël numri i shqiptarëve që më shumë preokupohen me problemin e Palestinës sesa me problemin, le të themi, të shqiptarëve që jetojnë në okupim në luginën e Preshevës. Nëse nuk e di sa prej jush e moni men samitin për paqen në Gaza që u majt në Sharm el Sheikh të Egjiptit në tetor të vitit kalum, e i cili u bashkëdrejtun nga presidenti i Egjiptit Fatah el Sisi, presidenti i Amerikës Donald Trump, emiri i Katarit Tamim bin Hamad el Thani, si dhe presidenti i Turqisë Erdogan. Shteti vetëm i pakënaqur me këtë zhvillim ka qenë Irani, i cili edhe pse ishte i ftuar, nuk mori pjesë. Irani, i cili në vitin 2022 ka sulmuar Shqipërinë me sulme kibernetike, me dekada e ka financuar dhe e ka përdorur Hamasin për dy qëllime politike. Qëllimi i parë, me mojt destabilizum lindjen e mesme përmes Hamasit dhe Hezbollahut, duke u faktorizu vetë. Qëllimi i dytë, me i përqa muslimanet suni, që demek establishmenti arab nuk po ka guxim me i mbrojt palestinezët, e po i mbrojmë na, bege shijat. Nëse dikush menon që aleanca Hamas-Iran është konë edhe është një farloj koalicioni me prapavi fetare, e ka tepër gabim. Koalicioni Hamas-Iran është koalicioni pastër politik që i shërben veç Iranit edhe krerëve të Hamasit, po jo edhe palestinezëve thjesht. Prej vitit 2006, kur Gaza sundohet nga Hamasi, jeta palestinezëve veç ka ardhur duke u bë gjithnjë e ma e pajetueshme. Palestinezët janë figurat shahut edhe viktimat implikimeve ideologjike dhe financiare nga jashtë edhe brenda. Shumica e veneve arabe, posaçërisht Arabia Saudite, as nuk e kanë përkra e as nuk e përkrahin Hamasin, po detyruar me përkra dikan e përkrahin Fatahun. Hamasi është bë faktor politik në vitin 2006, faktor politik në teren, kur i ka fituar zgjedhjet. Javët e para pas kësaj fitore, Hamasi fillimisht i ka vrarë përfaqësues të Fatahut në Gazë. Pra palestinezët janë të coptuar politikisht nga brenda e nga jashtë. E për këtë nuk është fajtor Izraeli, po janë vetë ata. Qytetarët e thjesht palestinez, tash e 2 dekada janë detyruar me zgjedh në mes një organizate terroriste dhe të korruptuar si Hamasi, edhe një organizate ultra të korruptuar, çfarë është Fatahu, e cila qeveris në bregun perëndimor. Pasuria Mahmud Abbasit të Fatahut llogaritet me miliarda dollar, kurse krerët e Hamasit jetojnë në luksin e pafundëm të Katarit. Faktori tretë pas Arabisë Saudite dhe Egjiptit në një anë e Iranit në anën tjetër, padyshim është Turqia. Turqia është vendi vetëm me shumicë muslimane suni që mbështet haptazi Hamasin, prandaj ka eskalim të raporteve me Izraelin. Sigurisht as Turqia këtë mbështetje nuk e ka se solidarizohet me vujtjet e palestinezëve për shkak të fesë. Nuk e ka Erdogani këtë gajle. Turqia, edhe krejt këto vende që po i përmendi, aktivisht i luftojnë, i vrasin, i lojnë pa shtet, kurd, që gjithashtu janë musliman, janë suni, që për fatin e tyre të keq, janë këmb i vogël e i pakrah. Edhe nuk ju ka qellu farxhamie me emën në territorit ku ata jetojnë, që tjerët manej kishin mbështet edhe për këtë arsye. Apo jo? Kauza kurde nuk është seksi sa duhet.
seksi nuk është as kauza jemene. Nuk ka shumë publik të interesum. Sepse edhe vrasësi, edhe i vrari janë musliman. Për me apelu, për me pas sukses, me pas jehun, njani duhet me konë i një feje tjetër. Kurt edhe me i vra krejt, kur kush nuk kanë kuhet. Prandaj ata sot po jetojnë në 4-5 shtete. Pse? Sepse palestinezët janë arab, e arab ka shumë në përbot. Janë dikun 4-500 milion arab. Pra gara ma madhe në mesin e 4-5 fuqive kryesore në botën islame është kush po fiton teren politik mas shumëti, kush po zgjenohet mas shumëti. E teren politik mas shumëti fiton kur lejmërohesh si gardiani palestinezëve. Sepse a priori ti e merr vëmendjen e qytetarit thjesht prej Magrebit deri në Xhirin Persik. E çebesa në Amerikë Latine, ku jetojnë shumë arab të krishterë, që janë shpërngul nga Palestina, mas luftës dytë botnore, por që edhe matutje kanë shumë vota. Po flas për Kilin, Kolumbin, Venezuelen, e jo vetëm. Pra, a keni pyet vetën e herë, pse shtetet katolike të pastra, posaçërisht ato të Amerikës Latine, po edhe Spanja e Irlanda, janë shumë ma pro-palestinez se sa shtetet, le të themi, protestane, të krishtera, ose ato ma sekulare. Sepse përveç tjerash, është edhe punë e votav, është edhe punë e pareve. Nuk ka të bëj me parime. Pra, Turqia e Irani e mbështesin Hamasin për dominancë. Vendet latine për vota, Arabia Saudite e Egjipti e din që kjo nuk është punë e parimeve. E pak naqën dhe me plot rezerva për paqen e arritun në Egjipt, në tetor, është konë edhe një shtet tjetër, që llojani i cili, Rusia, e cila ka përdor Hamasin për me shpërqendru vëmendjen e botës për Ukrainës, duke e hap një front të ri, e cila është vazhdimisht një bure e barutit. Nuk ka dyshim, gjatë 2 viteve të fundit ishin palestinezët e Gazës që e kanë pagu çmimin më të lartin. Si me jetë njerëzve, si me cilësi të jetës. Ata që janë edhe matutje gjallë. Palestinezët e thjesht janë konë dam kolateral i lojnave të mëdhaja për dominancë globale. E une nuk e kuptoj pse Shqipnia dhe Edi Rama duhen me vallëzu si mas instrumenteve muzikore të shteteve tjera. Pse Shqipnia nuk guxon me u rreshtu në këtë krizë sipas interesit saj që është bën secili shtet. Shqiptarët as nuk janë arab, as turq, as pers, e as latin. Nuk është feja e identiteti më i rëndësishëm i shqiptarit. Sepse nëse i shkon feja e identiteti më i rëndësishëm, atëherë kur luftat nuk ishin nalën mes nesh. Na jena shqiptar se flasim shqip. Nuk jena shqiptar sepse jemi musliman, a jemi të krishterë. Kjo rrugë jona, ky identiteti joni, është trasu në mënyrë geniale prej rilindazve tashe 100 e kusur vjet më herët. Për videot e mia, posaçërisht edhe për këtu, që juve për ju pëlqejnë pak më shumë në kontekstin global, sponsorët e emisionit janë Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike. Ku shkoni me blenë Riga Farm, thuni ngujna buzhalën, është Jys Kosova, është kafe pa vend, që është kafja jeme preferume, është Buzhala Estate.